Edhe unë jam me këti idenë e organizimit të re. Dipse, se për shembull, unë shoh aty fotografinë nëse i ka regjeta para qitë, ose të ma gjej dhe pak më pas. Che Guevarën. E kam para aty disa ditë e fundit. Che Guevara është një komunist. Dhe në qoftë se ky komunist do t'jetë aty, unë në qoftë se do t'isha pjesë e protestë do largohesha. Ose do ikën jashtë shtetit. Ose do luftojnë, por nuk luftojnë dot tani unë këtë kam luftuar, sipas mënyrës që kemi luftuar në deri tani me gabimet e. Por nëse unë shoh Che Guevarën aty, iki dhe shumë njerëz ikin. Ai ishin komunist. Kjo është narrative pushtetit, domethënë. Ata na thonë. Jo, kjo është narrativa ime, unë ka 2 ditë që e shikoj. Ata nuk e ka thënë asnjëherë, e drama nuk e thot atë. E drama ka bërë agent. Aty janë lloj-lloj njerëzish thonë. Jo. E drama ka bërë, po, musliman ka plot. Dhe njerëz që unë kam patur këtu. Dhe pikërisht duan të vinë, duan të vinë tani dhe unë qëllimisht i kam sprapsur një pjesë prej tyre, sepse aty ngatrohen plot gjëra. Dhe derë pas të drama, thotë Irani, këto që s'ka lidhje fare. Irani, Greqia, po i bën, Rusia, Jugoslavia, Rusia, Turqia, nuk e di që fut vende sa doja aty, punë e ti. Po unë po them një gjë tjetër, një gjë që e shoh unë aty. Dhe unë në qoftë se do t'jetë ai aty, Che Guevara, se ai ka vdekur, po fotografia e tij, simbolet e tij, unë nuk jam me këtë protestë. Po ti, sa po e rëzove vetën tënde se thua që duhet t'jenë gjithë njerëzit aty? Po duhet t'jenë, po jo me Che Guevara. Dhe duhet përfaqësohen gjithë njerëzit? Jo me komunistët. Unë nuk jam me Che Guevarën. Che Guevara përveç se komunist është edhe vrasës. Ka një histori të tërë vrasjes politike. Por, unë prapë mbetem me protestën, pavarësisht se disa njerëz atje jam me Che Guevarën. Jemi okej, zotëri. Gjithë mbeten me protestën. Erdhën edhe deputet komunist folën në protestë. Gjithë njerëzit mbeten me protestën për një arsye shumë thjeshtë. Është një protestë krejt e re, krejt tjetër. Është vetë populli që doli. Ndryshe nga që kemi parë këtu, që politikanët ngrihen tani edhe bërtisin për shembull, ka kom parë, dinë ata bërtisin me gjithë fuqinë, Azem ti je gjallë. Unë Azemin e kisha mikë, gjitha, por tani njerëzit duhet të ngrihen për prarat e tyre, problemet e tyre për të parë, ne shohim një gjë të vërtetë. Shumë të vërtetë. Ka patur grimca të vërteta, po kaj të vërtet nuk kemi parë. Ta lëm këtë pjesë jemi okej të gjithë, por unë të sol aty një portretin e këti, a i shdo? Se shikoj dhe një. Jo. Tani, ta sol. Karikature e Edi Ramës. Karikature e Edi Ramës, e. Jo a i, po e drama. Pra, të sola një personazh, të cilën Qipi më ndihmoi, duke thënë edhe të fjallën tjetër, që është përveç komunist është një vrasës. Dhe a i s'duhet jetë. Dhe në qoftë se në bëhet organizimi vetë nuk i lejon këto gjëra. Se aty mund vinte njerëz çmendur. Vjen njerëz për shembull një grua që ardhë aty dhe kishte thënë që më ka lënë buri. Ose tjetri që thotë këtë thotë. Këto jo se e vrasin protestën, nuk e vrasin. Por e dëmtojnë. Dhe në këtë pikpamje ju të dy jeni me organizimin dhe unë edhe për këto arsye, që duken si të sipërfaqshme, po nuk janë të tilla, duhet një organizim. Ja, doli fotografia e Che Guevarës. Ja, shumë del aty ai. Zoti Rakipi. Ate kanë përzënë nga gjithë. Po, Ago? Kjo protestë është një kënaqësi për gjithë shqiptarët. Ju nuk e di se sa e shikoni nga ekranet edhe nga këto që vinë. Po atje janë bërë miq. Atje dhe fëmijët kanë ardhur me flamuri kombëtar, vizitë, bëjnë piktura. Nuk je që asnjë presje e kësaj situative. Edhe të gjitha. Nuk shuhet ajo protestë, zoti Rakipi. Jo, nuk e kam të fshirë. Ajo do qëndroj, do vazhdoj, aty po dalin elementet e caktme. Po flasim për një këta zotni që kënë studio dhe... I je për organizim... Po pa tjetër, a i do vinë normë... Çfarë lloj organizimi, thua ti? Shikoj, organizimi do të bjerë koha dhe njerëzit që e duan këtë lloj organizimi, që janë aty, i ke dhe në prezencë këtu disa nga këta përveç meje, unë jam tjetër. Zoti Rakipi, ne duhet ta pastrojmë edhe nga Che Guevara këtë protest, po jo t'i dalim kështu, dhe më thënë, ta bëjmë portretin e Che Guevarës, po në mbanë Che Guevara atje. Nga 20 ditë, ajo ka vetëm 2-3 ditë e fundit e. Nuk është thelbi ajo. Unë e pash këto ditë e fundit, në materoj që i pak vëmendin kjo gjë. Po do është anë një iri e kështu, nuk e di tani. Është fush magnetike sot ajo. Qartë. Che Guevara? Jo, protesta, lere me Che Guevara. Arilda ti tani si mendon për institucionalizimin. Këta të tutë nuk është se janë me këti ide. Unë mendoj se kjo që ka nis nuk do ndalë, sepse më kryesorja Afrika është thy
dhe energjia është aty, vetëm se po ridimensionohet. Protesta e përditshme do të vazhdoj, por ajo që duhet ndodhë paralelisht dhe që po ndodhë paralelisht janë organizimet e intelektualve, të grupeve të interesit, dhe kjo është diçka pozitive, po duhet jemi të kujdesshëm që mos ta vendosim karrocën para kalit, po kalin para karrocës. Duhet bëjmë fillimisht punën organizative dhe pastaj në proces e sipër gjërat do ndodhin. Po në momentin që kërkojmë ta përfaqësojmë protestën, në momentin që flasim për përfaqësim, duhet kemi parasysh legitimitetin, dhe që të shkojmë te legitimiteti duhet ketë një proces. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm me këtë pjesë dhe duhet fillimisht bëjmë punën, të organizohemi mes grupimeve të ndryshme aty në protestë dhe të dalim në disa pika se si do mund ta arrijmë dorëheqjen e Ramës. Në këtë moment që flasim, kush e përfaqëson protestën dhe çfarë legitimiteti ka? Askush nuk e përfaqëson protestën dhe në asnjë pikë ne nuk kemi thënë që e përfaqësojmë protestën. Unë bashkë me 3 aktivistë tjerë e kemi thirrë protestën ditën e parë te drejtoria e policisë dhe kemi qenë shumë të kujdesshëm në këtë pikë, sepse me të vërtet kemi ndje që nuk kemi përfaqësues protestës, po mbarvajtës të protestës. Dhe kemi kontribuar me aq sa kemi pas mundësi. Në rregull. Pra, në këtë moment që flasim, nuk e përfaqëson askush dhe për rrjedhoj nuk ka askush legitimitet. Sakt. Nëse njerëzit fillojnë organizohen, nëse ata që janë në shesh ftohen që të antarësohen në këtë strukturë, të kenë të drejtë vote për të zgjedhur strukturat më të ngushta drejtuese të kësaj strukture të re të këtij kuvendi, a ka legitimitet sipas teje? Se mua më duket që ka. Po kush do ishin votueset, kush do ishin ata që masin vot? Ata që janë atje në shesh, ftohen të gjithë. Kush është një ditë, nuk është një ditë tjetër, për shembull. Po se mbyll me një ditë antarësimin. E lë të hapur, mund të bashkohesh kur të duash. Dëgjoj, kjo s'ka pengesa për këtë gjë. Bie dakord për një set parimesh që na bashkojnë. Se ndoshta për shembull, po jo marr juve, po jo se kam me ju. Ta zëm ju ose për parimi. Ju keni ardhur për flamingot. Ju shqetësojnë vetëm flamingot, por nuk ju shqetëson pjesa tjetër e qeverisë së Ramës. S'mund të jemi bashkë, apo jo? Në qoftë se ju jeni që Rama duhet ikë, po bashkë me Rama duhet ikë modeli që ka krijuar Rama në këto 13 vjet qeverisi, atëherë jemi bashkë. Dhe nëse për ty Flamengo është e dyta, për mua është e 10-ta, kjo nuk na ndan. Biem dakord, pra, jam duke folur qartë. Pra, të gjithë ata njerëz që janë atje kanë secili një listë parime që i kanë kryesore, i kanë prioritare në raport me tjerët. Në qoftë se ne e gjejmë këtë gjuhë, pra gjejmë çfarë i bashkon ata 10.000, 30.000 atje. Vetëm nuk duhet të harrojmë që gjithmonë do të thelbi i kësaj është njerëzit aty në sheshe. Nuk na ndalon askush të organizohemi. Po pra për njerëzit në shesh po flasim. Sa na ndjeken, kjo do të jetë gjithmonë ajo që duhet. Po do ta provoj koha, po nuk mund të ndalemi, të stepemi, e t'ja lëm partive në dorë se dikush do ta marrë këtë uragan.